Prefekti i qarkut të Vlorës Sevi Sallushi u takua gjatë kësaj të marte me drejtorin e ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë Ermal Murati. Në qendër të diskutimeve në institucionin e prefekt të qarkut ishte curia e investimit të ri të ujësiellësit në Vlorë dhe riparimi i infrastrukturës në qytet pas shtrimit të rrjetit. Drejtori i ndërmarrjes të ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë Ermal Murati i bëri një prezantim tollësishëm prefektes Sevi Sallushi rreth investimit dhe ndjekjes që po i bëhet këtij projekti nga ndërmarrja që drejton. Prefekti i qarkut tha se qytetarët presin përfundimin e shpejtë të investimit me qëllim rikthimin e infrastrukturës rrugore në gjendje normale. Prefekti Allushi theksoi gjithashtu se qytetarët presin me padurim heqjen e bolierëve nga terracet e pallateve, si dhe një afat se kur do të përfundojë investimi. Drejtori i ndërmarrjes së ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë Ermal Murati i tha prefektes Allushi se investimi pritet të mbyllet në maj të vitit 2026. Sapo përfundova takimin me drejtorin e drejtorisë rajonale të ujësiellës kanalizimeve Vlorë, takim i cili kishte në fokus informimin lidhur me situatën në qytet, në lidhje me investimin që është duke u kryer për furnizimin me ujë të pijshëm 24 orë të qytetit të Vlorës. Ky ishte një takim iniciuar nga ana ime si prefekte e qarkut të Vlorës për të informuar lidhur me situatën në qytet, me përfaqësues edhe nga sektorët e veçantë të institucionit të prefekturës. Në fokus i këtij takimi është pikërisht informimi i asaj se çfarë është duke ndodhur, duke parë dita ditës që qytetarët dhe qyteti presin me padurim përfundimin e investimit të rrjetit ujësiellësit, i cili do të sigurojë ujë të pijshëm 24 orë. Qytetarë po humbasin durimin dita ditës me situatën e krijuar në rrugët dhe lagjet e qytetit, ku janë dëmtuar rrugë të shumta dhe sheshe lagjesh si pasojë e punimeve për këtë investim. Qytetarë presin me padurim që të hiqen nga terracat e banesave të tyre bolierët, të cilët janë kthyer në rrezik kryesisht për ndërtesat e vjetra, të cilat janë të amortizuara edhe si pasojë e ujit që rrjedh nga bolierët. Qytetarët e Vlorës presin një përgjigje, kërkojnë një afat se kur do të përfundojë investimi dhe ne si përfaqësues të qeverisë dhe që paguajmë me taksat e qytetarëve, duhet të japim një përgjigje të tillë sepse ua kemi detyrim gjithë qytetarëve të Vlorës. Nuk mund të vazhdojmë me zgjatje punimesh, me rrugë të hapura, të cilët në fakt krijojnë vetëm problem në përditshmërinë e qytetarëve. Nisur nga kërkesa për informacion dhe ankesa e qytetarëve të Vlorës, e iniciuam këtë takim dhe nga diskutime dhe nga informacioni që morëm dhe nga ajo çfarë na u referuar edhe nga ana e drejtorit të drejtorisë rajonale ujësiellës kanalizimet, në muajin maj të vitit 2026 pritet që ky investim të përfundojë. Prefekti Allushi theksoi se institucioni që drejton do të ngrejë një grup pune për të parë ecurinë në terren të këtij investimi. Sipas prefektes Allushi, lajmi i mirë është se nga ana e ndërmarrjes së ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë ka mobilizim maksimal me qëllim që projekti të përfundojë përpara sezonit turistik të vitit që vjen. Gjithashtu, rakorduam me drejtorin e ndërmarrjes për të krijuar një plan pune. Nga ana e prefekturës do të ngrihet një grup monitorimi me përfaqësues nga gjithë sektorët e institucionit prefektit të qarkut dhe së bashku do të hartojmë një plan pune për të ndjekur në vimësi ecurinë e këtyre punimeve në terren, të koordinuar së bashku me ndërmarrjen e ujësiellësit dhe për të parë si do të procedohet deri në përfundim të këtij investimi madhor, do thoya për qytetarët e Vlorës. Lajmi i mirë është që nga ana e drejtorisë përkatëse është mobilizimi maksimal që këto punime të përfundojnë dhe besojmë dhe shpresojmë dhe nga ajo se çfarë na u referua dhe nga vetë drejtori që sezoni turistik i 2026 do të na gjejë me përfundimin e këtij investimi madhor. Prefekti Allushi nga ana tjetër kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve, sidomos në 180 pallatet e vjetra në qytet, në të cilat do duhet që ndërmarrja e ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë dhe kompania që po zbaton projektin e ujësiellësit të ri të mund të ndrynë në kolonat e brendshme, ku do të bëhet i mundur edhe instalimi kutive të macave. Do të doja që të kërkoja edhe nga ana e qytetarëve të Vlorës bashkëpunimin me drejtorinë rajonale të ujësiellës kanalizimeve, gjatë kohës që është bërë ky investim dhe sidomos në pallatet e vjetra, në 180 pallatet që është ndërhyr për përmirësimin e sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm. Bashkëpunim nga ana e qytetarëve në mënyrë të tillë që gjithë së bashku të arrijmë finalizimin me sukses të këtij projekti dhe në muajin maj, ku ashtu sikundër u referua dhe nga ana e drejtorit të institucionit, të përfundojë gjithë investimi dhe qyteti i Vlorës të ketë furnizim me ujë të pijshëm 24 orë.